Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk do e njihni, kështu duke i bija dikur përpara ndërhyrjeve estetike. Bia Khalifa është padyshim një nga personazhet më të komentuara të këtij edicioni të Bigut në Kosovë. Mbrëmjen e djeshme u vendos në një pozitë të vështirë emocionale, pasi babai i Tonit hyri brenda shtëpisë për t'i kërkuar të birit të distancohej përfundimisht nga ajo. Kjo situatë ka trazuar ujërat brenda dhe jashtë shtëpisë, por vëmendja e publikut është kthyer sërish edhe tek e shkuara e banores. Bia, e cila nuk e ka fshehur kurrë faktin që ka kryer ndërhyrje të shumta estetike për të arritur pamjen që ka sot, dikur dukej krejt ndryshe. Në rrjet po qarkullojnë imazhe të saj para transformimit drastik, me tipare më të ëmbla, flok të kuqërrem dhe një bukuri natyrale. Fotot dëshmojnë se Bia ka qenë një vajzë shumë simpatike edhe para se të vendoste të ndryshonte rrënjësisht. Edhe pse sot ajo identifikohet me një imazh bombastik dhe ekstravagant, shumë mendojnë se ajo ka qenë yll e bukur edhe në versionin e saj origjinal.